Derisa e kemi një trener suksesshëm, na nuk mujna me thirr pse i ka thirr këta. Na mujna me thonë pse se ka thirr meriton Korenica. Po ka me largu me thirr meriton Korenica. Pa i për çata me rrogën. Dikën i shdosh me largu, ja po thon ti me ndihmë yt. Pa nuk mujna me thonë tash pse ka thirr Ermal Krasniqin. Pse ka thirr? Pikërisht Ermali edhe kush është tjetër? Rexbeca i mund me Batuni, këta tre janë që mund me lu nartëzit. Ku lun Korenica? Po, edhe Ermalin e ki për momentin në top form. Po de? Korenica ka vendin aty, po ma merr mendja që edhe Korenica s'ka me ardhur ani tash. Kështu që ka lujt mirë, është në formë mirë. Është në formë mirë, ai në vikend realizoi gol, po. Ka shënuar shumë gola decisiv. A di qysh kjo është analizë para kuar. Në moment me bo me fitu Kosova, as përmenet as Korenica, as përmenet Zhegrova, po shpresojmë që ndodhë kjo, se këto shumë parancishme. Nëse shikojnë avish reportin e mbrojtjes, në 3 ndeshjet e fundit kualifikuese që kemi pas, nacionën përrujse se kemi pas linjën e njëjtë. Edhe që kjo është ma e mirja që e ko ky trajneri, edhe ekipi. Futbolistëve, edhe trajneri që kush do që futet, nuk është në nivelin tepër tolt me ato që ka pas, që ka para pri. Su bo dallim shumë. Po, unë e pikërisht e shoh për shembull, nëse me mungesën e Amirit, nëse fillojna me Kreshnik Ajrizin, ka me qenë performanca shumë e mirë, besoj edhe nuk ka me lon Kuzhomong. Ka me qenë njëjtë, po besoj edhe në reporte tjera edhe me Leonin shpresoj që mos mundi. Po kemi lu pa kapitenin. Ka qenë Alban Hajdari, Lu Bardellova, edhe Fidan Aliti, që kanë qenë pjesë. Mungesa e Ramonit është mungesa e madhe, mirë me vesh. Kapiteni start. Kampion. A e kanë zavensu, këta mirë e kanë zavensu. Shumë. Kështu shkon. Jo kemi lujt edhe pa kapitenin, ana kemi lujt. Kjo është, a di që a i bjen kjo?